Enti shtetëror i revizionit ka konstatuar një sër parregullësisht në punën e Ministrisë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive për vitin 2024. Në raportin e publikuar theksohet se revizorët kanë gjetur mungesa të mjeteve materiale dhe shpenzime të diskutueshme. Nga inventari mungojnë 30 laptop, ndërsa inventarizimi i mjeteve dhe detyrimeve është kryer në mënyrë jo të plotë. Raporti thotë se rreth 28% e mjeteve themelore me vlerë mbi 25.000 euro nuk janë gjetur gjatë kontrollit vjetor. Raporti evidenton edhe pagesë të 61% të pagave për të punësuarit, pa dëshmi për praninë e tyre në vendin e punës. Revizorët vlerësojnë se kjo tregon dobësi serioze në kontrollin e brendshëm dhe në menaxhimin e burimeve njerëzore. Parregullësia janë konstatuar edhe në programin për financimin e shoqatave dhe fondacioneve për vitin 2023. Gjatë kontrollit të dokumentacionit për realizimin e programit për financimin e aktiviteteve të shoqatave dhe fondacioneve për vitin 2023, është e konstatuar se 33 shoqatave dhe fondacioneve u janë paguar mjete në vlerë prej 19.800 milion denarësh, përkatësisht 320.900 euro. Probleme janë evidentuar edhe të shpenzimet për karburant. Janë paguar rreth 516.000 denar pa kontroll të targave dhe llojit të karburantit, duke lejuar furnizim edhe për automjete që nuk janë në pronësi të ministrisë. Në procedurat e prokurimit publik janë vërejtur edhe çmime jashtëzakonisht të ulta, përfshirë ofertë prej 0.01 denar, por orë pune për servisimin e automjeteve, pa u kërkuar serime nga komisionet. Në disa raste janë faturuar edhe çmime disa herë më të larta se sa oferta e pranuar.